Retro në Myzeqe është ekspozita e makinave retro, një koleksion i bukur që u ekspozua dje pas dite në sheshin Parabashkisë për qytetarët e Lushnjës. Një eksperiencë e veçantë për të pasionuarit pas automjeteve, por edhe për të gjithë qytetarët që kur pan automjetet kujtuan edhe kohën kur ato përdoreshin në rrugët e Shqipërisë të para viteve 90. Në fillim bleva një makinë Gaz 69 e vitit 1963 para 4 vitesh në Ukrainë, që e kam sjell sot këtu, dhe më pas ka marrë edhe makina të tjera, thot koleksionuesi nga Lushnja, por më shumë i lidhur jam me makinën Gaz 69 dhe dua të gjej Gaz 51 me karroceri, makina që martoheshin shqiptarët. Më ka lind ideja para se të nisesha për në imigracion, sepse kam qenë një qefli që të bësha shofer dikur. Dhe e kisha ender të ngisja makinën Gaz 69. Dhe makinën e parë që ka marrë Gazin 69 është ajo makinë që ju shikoni atje e vitit 1963. Që nga ajo ditë që mora atë, pastaj më lindi si pasion, edhe ka marrë dhe makinat të tjera, duke filluar nga Benzi, që shqiptarët e përdorin goxha makinë Benz, Audi, Volvo, Fordin, këto janë makina që ne i kemi për zemër. Edhe sot organizoj për qytetarët e Lushnjës, për vendlindjen time, që kam qef që t'i kënaq me këto makina që sa do pak që kam, edhe me Vespat që kam, që zotroj 2-3 Vespat mira, bukët. Kështu që këto janë një aset i çmuar për mua, për familjen time. Kur e ke blerë makinën e parë retro dhe të fundit? Dhe atë vazhdosh të blesh të tjera? Makinën e parë retro e kam blerë para 4 vitesh, Gazi 69 që e kishte ender. Kam vajtë e kam marrë në Ukrainë. E kam sjell dhe e kam riparuar dhe para ca ditësh kam blerë makinën e fundit, që është një Volvo e vitet 55. Makina më e vjetër që kam është e 63-shit, datë lindjes që unë kam lindur në 1963, është Gazi 69. Ajo që u është për mua një aset. Se e kishe fiksim atë lloj? E kisha fiksim sepse Shqipëria me ato makina është, si të them unë, me ato makina ka punuar, ka jetuar me 69-in, me 51-in, me Zistin, me gjitha makinat sovjetike dhe kineze. Pjesëmarrësit e grupit Vespa Vlorë u përfaqësuan me motorat Vespa në ekspozitën e makinave retro. Jemi përfaqësuar edhe në Prishtinë me Vespat, që janë motorra epoke, thon ata. Unë jam pjesë e grupit Vespa Vlorë dhe ne kemi disa Vespa retro dhe shokët e mi, një nga ata jam dhe unë. Unë kam 2 Vespa, një kam të vitit 1984, është 4 marshe, edhe kam ruajtur identitetin e saj me të gjitha parametrat që ka retro, dhe kemi riformatuar sikur është bërë nga fabrika. E përdor në jetën? Unë me këtë kam e përdor në jetën e përditshme, kam vajtur deri edhe në Prishtinë, jemi përfaqësuar me këto Vespat e vjetra, ne grupi Vespa Vlorë. Në ekspozitën retro në Myzeqe u përfaqësuan me automjetet e tyre edhe koleksionistë nga Italia.